Përshëndetje, uroj të jeni të gjithë mirë. Gjejmë kohën, është orari drekës, me që jemi pak pushim, që të tregojmë për vjushmërinë e gjyqjeve të ditës së sotme. Sot kishim vetëm 3 gjyqe, kishim në shkallë të parë 2 dhe një në apel. Do flasim pak për gjyqin që kishim në gjykatën e apelit. Bëhet fjalë për njohje vendimit të huaj. Njohja vendimit të huaj është një procedurë që zgjat vetëm në një seancë, në qoftë se dokumentacioni është i rregullt, mjafton një seancë për të bërë ky njohje vendimi. Qoftë se dokumentacioni nuk është i rregullt dhe relatori tregohet i mirë, mund të t'jap kohë në plotësimin e këtij dokumentacioni. Gjyqi që kishim sot ishte njohja një vendimi të huaj të shtetit francez. Ishte bërë gjyqi i divorcit në Francë dhe tani duhet të njihej në Shqipëri. Kur bëhet njohja vendimit, vetëm pala kërkuese thritet në gjykat, kurse pala tjetër nuk ka dieni fare, nuk i bëhet me dije, pasi thjesht i jepet vendimit të huaj fuqi në Republikën e Shqipërisë, ashtu siç e parashikon edhe Neni 393 vijuesi i Kodit Civil. Njohja e vendimeve të huaja dhe dhënia fuqie tyre në Republikën e Shqipërisë. Nuk ndryshohet asgjë nga vendimi që është bërë në shtet konkret